Në pikën kufitare të Vërmicës, zyrtarët e doganës së Kosovës kanë kryer një kontroll të detajuar ndaj një automjeti të përzgjedhur për kontroll të dytë. Gjatë këtij kontrolli, në çantën e dorës së një udhëtari janë gjetur mjete monetare të padeklaruar. Pas verifikimit dhe konsultimit me njësitë hetimore të doganës, mjetet monetare janë ndaluar për procedura të mëtejshme, ndërsa është zbatuar masa e konfiskimit të 25% të shumës së përgjithshme të padeklaruar në përputhje me legjislacionin doganor në fuqi. Dogana e Kosovës ka ritheksuar rëndësinë e deklarimit të mjeteve monetare gjatë hyrjes apo daljes nga territori doganor dhe u bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe Shqipërisë që të respektojnë rregullat dhe ligjet përkatëse me qëllim shmangjen e masave ndëshkuese. Sipas njoftimit të zyrtar, kufiri në Vërmicë është një ndër pikat më të ngarkuar të qarkullimit të udhëtarëve dhe automjeteve mes Kosovës dhe Shqipërisë, ku çdo ditë kalojnë mijëra persona. Dogana thekson se kontrollet e tilla janë pjesë e masave të rregullta për të parandaluar kontrabandën dhe pastrimin e parave, si dhe për të garantuar siguri financiare dhe transparencë në lëvizjen ndërkufitare të mjeteve monetare.